Pas rreshjeve të shumta atmosferike dhe vërshimeve të fundit që përfshin qytetin e Gjakovës, shumë familje u përballen me dëme të mëdha materiale. Mes tyre është edhe familja Hamzaj nga Gjakova, shtëpia e së cilës u përmbyt brenda pak minutash. Arieta Hamzaj në një prononcim për mediumin tonë u shpreh se dëmet janë të konsiderueshme. Sa e më konë të rregullutën gjithë klimin, kreti ka djeg, i ka prish, ka shkatru krejt komplet. Na ka djeg bojlerin, maqinën, klimen, sa kena ble për me qitë aty, na ka djeg shporetin, krejt na ka djeg, komplet përshëderin, krejt komplet që ka pas në shpe. Ball vështirë, katastrof, në këtë dimër. Kjo krye familjare e gjendur në këtë situatë me shumë probleme, kërkoi që të ketë një strehim më të sigurt. E kërkojmë na ndihmu, sa do pak bile me na ndihmu diçka. Familja Hamzaj shpresojnë që institucionet dhe donatorët të reagojnë sa më shpejt në mënyrë që kjo fatkeqësi të mos kthehet në një plagë të përhershme për ta, por në një dëshmi të forcës dhe bashkimit njerëzor.